Shiko, Zoti Rama përdori një strategji që për mendimin tim ishte shumë e pisët. Sepse kishte përgatitur masakrën zgjedhore të 11 majit, por ndërkohë kishte përgatitur që në 16 maj kishte ftuar liderët e Europës, që atë samiti për sigurinë, që ai ishte samit për Shqipërinë, ishte samit për sigurinë, edhe për Ukrainën po deshet ju, ta bëte Shqipëri. Duke bërë në Shqipëri, do legjitimonte zgjedhjet. Dhe kjo ishte një strategji e Zotit Rama, të cilën e përdori, e kishte përgatitur muaj më parë, të cilën e përdori. Dhe normalisht, ata lidera që erdhën këtu, të gjithë, dikush me skepticizëm, dikush me habi të madhe tjetër, dhe dikush mbase ka dhe kënaqësinë e ka uruar. Por problemi qëndron që ata lider po informohen tani. Vërtet e uroj edhe ai Mers, po i tha një habitur, si ka mundësi tha 4 mandate të i tha. Por edhe mos harrojmë, Giorgia Meloni nuk ka pikën e interesit që t'i Zoti Rama në pushtetin. Sepse zonja Meloni ka bërë një marrëveshje me Zotin Rama, që të sjellni këtu të gjithë delinkuentët apo personat problematik në Itali t'i sjellni në Gjadër, dhe ka kthyer Shqipërinë një protektoriat të saj. Që ka pasur ëndër babai i saj politik Mussolini që ta kishte protektoriat. Dhe ajo ka kthyer Shqipërinë protektoriat dhe ky është governatori. Dhe kështu që Meloni do ta uroj Ramën, do ta uroj jo një, po 150 herë do ta uroj, pastaj për liderët e tjerë ai Greqis nuk erdhi fare, me sa mos gaboj, Zoti Mitsotakis nuk erdhi fare. Nuk di tjetër pastaj Zoti Macron erdhi, Zoti Macron në 2027 ka zgjedhje dhe i vite gjysmësh akoma për veten pushtet, i ka vajtur gradimentu ose përqyeshmëria i ka vajtur me 7% në Francë, ju e dini. Ai ka erdhi këtu, ka bërë çokat e veta me kryeministrin, sepse ka një kompani në Shqipëri të cilin fshihet pas Macroni, dhe ajo kompania ka marrë statusin e investitori strategjik dhe ka marrë në vitin 2020, kur akoma në Shqipëri nuk ishte regjistruar si kompani dhe kishte marrë statusin nga investitor strategjik, pa është një histori tjetër korrupsioni nga ana e kësaj, dhe pas tia asaj kompanie është Macroni. Ne i dim se jemi avokat, ne i dim se jemi pronar, ne i dim se jemi njerëz që punojmë dhe interesohemi, prandaj dim këto informacione dhe i kemi. Kështu që mua nuk më duket ndonjë habie ashtu çudi e madhe që këta liderët europian e kanë mbështetur. Mos harrojmë pastaj që Departamenti i Shtetit në vend të mbështeste të shprehte urimet për Ramën, ata nxorën në faqen e tyre që shqiptarët duhet të na denoncojnë neve korrupsionin, krimin organizuar, te WhatsApp-i ynë e kështu me radhë. Dhe kjo tablo kështu nuk është tablo e mirë as për Zotin Rama, por e as për Shqipërinë e së ardhmes. A ka një mesazh konkret nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Edi Ramës në këtë rast, duke qenë se dhe ai është i atakueshëm në SBA nisur nga dosja e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Shiko, unë nuk e di nëse Zoti Rama e kalon dot oqeanin apo jo, këtë nuk e di. Por problemi qëndron që ka probleme Zoti Rama me drejtsinë amerikane, mbase nuk i ka të hapura, po e ka. Sepse nuk ka ndodhur deri sot të paktën që nga lufta e ftohtë, kur KGB-ja apo shërbimet sekrete ruse rekrutonin shefa të CIA-s apo punonjës të CIA-s dhe FBI-t, ka ndodhur tani në vitin 2020, pra kishte rënë perdja e hekurt, që të rekrutonte një kryeministër i një vendi të vogël, të korruptonte një shefin e shërbimit më të rëndësishëm liz batus amerikan siç është FBI. Kështu që nuk besoj se amerikanët ja kanë falur Zotit Rama këtë. Është një akt padyshim i pa precedent, nuk ka ndodhur, por unë di të them që nëse Shtetet e Bashkuara do kishin minimumin mos themi dëshirës që ta njihnin Zotin Rama, mjafton do kishin shkruar dhe 2 rreshta. As Zoti Rubio nuk ka shkruar, as Departamenti i Shtetit, as nënpunësit atje që më para vinin këtu dhe na glorifikoheshin neve Ramën e kështu me radhë, na shkonin dhe në SPAK po deshet ju. Kjo padyshim nuk është gjë e mirë, thash, nuk është gjë e mirë që vendi jon, sepse ne jetojmë këtu në këtë vend,
padyshim kemi bindjet tona politike dhe votojmë, por nuk është gjë e mirë që mos të shprehen dhe të rri kaq ftohtë për një vend që ata e quajnë vend mik, e quajnë vend aleat, pasi jemi dhe në NATO me ta, dhe të rinë kështu kaq ftohtë për një proces që shumë i rëndësishëm, që është procesi i zgjedhjeve. Unë mendoj dhe besoj që do ketë kjo histori nuk përfundon këtu. Kjo histori do ketë pasoja, sepse ju e dini që Zoti Rama dhe qeveria e Zotit Rama ka qenë e përgdhelura e kundërshtarit më të ashpër të presidentit amerikan Donald Trump, që është Alex Soros, pavarësisht se Zoti Rama ka dhënë një pjesë të territorit ton Sazanin dhe Zvërnecin ja ka dhënë dhëndrit të Donald Trumpit, por duhet të kuptojmë që ata nuk ngatërrojnë punët shtetërore me biznesin. Sepse nëse mund të ngatërrojnë te Zoti Biden dhe djali Bidenit me të tjerë, nuk besoj se Zoti Trump ngatërron dhëndrin e tij me punët e Amerikës, e SBA-ve, me bizneset e dhëndrit të tij. Dhe mos harrojmë që dhëndri i Zotit Trump është person që po hetohet nga Senati për të gjitha aferrat e tij që ka patur në lindjen e mesme korruptive, që siç i quajnë ata, dhe kështu që nuk e justifikon dot Zoti Rama me dhënien e territoreve të Shqipërisë, që dhe ky është një akt tjetër i pa precedent, deri për mua do ta quaj edhe një akt tradhtie në shkel, ka shkënuar rënd dhe ka shkel dhe kushtetutë të podeshët. Gjithsesi, Shtetet e Bashkuara janë ato që janë, dhe unë nuk besoj se mundet të afrohet shtëpisë së bardhë apo departamentit të shtetit me dhënje copa territoresh, siç ja ka dhënë Zotit Kushner, që është dhëndri i presidentit SBA-ve. Ju e përmendët deri diku se para ditësh ambasada amerikane bëri një njoftim ku njoftonte shqiptarët që denonconin trafikun e drogës, por edhe elementë të krimit të organizuar në numrin e WhatsApp-it tek DEA amerikane. Pse ambasada e bëri këtë njoftim për t'u adresuar tek DEA dhe jo te organet ligjzbatuese shqiptare? Sepse SBA tashmë e kanë të kristalizuar mendimin e tyre që institucionet shqiptare janë tërësisht korruptuara, policia e shtetit është tërësisht e korruptuar, sepse çdo lloj operacioni që bëhet në Shqipëri nga ndërkombëtarët, po qoftë kjo edhe nga SK e Krocat, ka vërtetuar që oficera krimesh dhe drejtues të lartë policisë së shtetit kanë qenë të lidhur me krimin organizuar. Dhe duke marrë parasysh faktin që operacioni i fundit Ura ishte një operacion që ishte jo vetëm drejtohej nga antimafia, nga prokurorët e antimafjes, por ishte hetuar prej tyre, ishte kryer të gjitha veprimet procedurale prej tyre, dhe duke marrë parasysh faktin që vendimi për masat e arrestit ishte dhënë që në muajin shkurt dhe në Shqipëri u njësua vetëm në datën 34, pra 11 ditë para zgjedhjeve, dhe u ekzekutua një javë pas zgjedhjeve, vërteton dhe njëherë tjetër që DEA amerikane, pra organet ligjzbatuese amerikane, nuk kanë besim të institucionet shqiptare. Unë nuk i jap dot përkthim tjetër kësaj, nuk më çon dot asnjë analizë tek një rrugë tjetër për të analizuar. Kështu që duke parë që edhe SPAK-u, prokuroria e posaçme, që u ndërtua për luftuar krimin dhe korrupsionin, ka doli një fluks sapuni, sepse nuk e ka hetuar atë, nuk po heton atë. Në Shqipëri po mbin kulla në atë katër anët. Në Shqipëri nuk ka filluar njëherë një hetim për kullat dhe për investitorët strategjik, që nuk i dihet as emrat e tyre kush janë, i di vetëm kryeministri, dhe duke i qenë në këto kushte, që të gjitha investimet me miliona euro në Shqipëri kanë prapavit të krimit të organizuar, padyshim që DEA do ndërhyjë, sepse ka përgjegjësi për pastrimin e parave dhe padyshim pastaj për krimin e organizuar, por mbi të gjitha për rendin dhe sigurinë, sepse ne mos harrojmë që jemi një vend i NATO-s, jemi një vend, jetojmë në Ballkan, ku është situata shumë vulnerabile, dhe padyshim që ata, duke mos patur besim tek institucionet shqiptare, janë të detyruar të hapin vetë një faqe të tyre, një platformë të tyre, ku jep mundësi qytetarëve shqiptar
të denoncojnë personat me emër, me grupe, me shoqata, me organizata kështu me radhë.